Kohë, besoj që edhe fëmijët her pas her kanë ardhë edhe kanë lëviz. Na kujtoni ndonjë moment të vështirë kur jeni përshëndet me fëmijët edhe jeni mërzit shumë? Me djalin e vogël ka qenë shumë vështirë. Se djalin ishte në Kosovë, ishte në klasën e 8, ishte te motra. E pat motra afër shkollës shtëpinë. Mendimi, djalin e pata shumë, se djalin e kam as 12 ditë që ceka, ishte shumë vështirë të ndana. Kybrën, vajza, e pata të martume, ishte non, djalin Arisin e pata të rritur, po Ajberkin e pata shumë të vogël. Ditët më të vështira e pata, si do të aloj Ajberki. Edhe është një punë, mas fëmijëve, kur jetë gjyshe e pata nipin, kaoni. Nipi m'jepke shumë përkraje, shumë vështirish të ndana prej kaoni. Lule, gjatë trajtimit tuaj në Turqi, për një kohë të gjatë jeni distancuar me familje, sidomos me fëmijët, kur dihet nëna ka një lidhshmëri të jashtëzakonshme me fëmijët, sidomos nëna. Sa ka qenë për ty e vështirë kjo distanca, me qenë se besoj që ma herët nuk ke pas një distancë kaq gjatë me fëmijët? Kurrë s'kam pas. Unë dame për fëmijëve ka qenë shumë e vështirë. Një natë pa fëmijët e mi, pa pas në afër fëmijët, gjumin se po smundje, era parë, ndodhi në jetën teme të jam kaq larg prej fëmijëve. Po, fati shumë shpesh më kanë ardhur, si vajza, më kanë qëndru afër, si djali i vogël. Po djali i vogël, gjatë pushimin 3 mujor, më kanë qenë afër. Dima ati ka qenë shumë pozitiv për mu. Se kur shohesha fëmijët që i kam afër, ma shumë jep të ke vullnet të jetoj. Që fëmijët po m'japin përkraje, mbështetje, ishte kënaqësi. Lule, kur keni pas 47 kg, edhe prap keni pas motiv, nuk keni mendu ndonjëherë mu dorëzu apo me hub vullnetin, me thonë të dorëzohem? Të dorëzohesh? Jo, asnjëherë. Aqë Zoti ma dha një bindje që do të forcona, edhe do të kaloj. Edhe është një në smundje në familjen tonë nuk ka pas. Është ka qenë për herë të parë. Për herë të parë. Edhe isha bindu. Koha, mas u përmisova, më ndodhë në familjen tame, t'i ndihmoj, t'i jap atyme përkraje, mbështetje, që mos dorëzohen. Është kogja, një rrugëtimi i gjatë, për shërim, po njeriu po i dil. E sot, me kënaqësi, kam dëshirë që t'i ndihmoj popullit tam, të kenë, se unë e kam pas një rrugëtim shumë të gjatë. Unë e kam pas familjar të fortë, mbështjetjen e kam pas vllaun, afrimi, i ka pas shoqnin, një ofsi të madhe kemi pas, kryetarin e tërmes, më të mëdhejt i kemi pas, për ne ka qenë rruga e shkurt. E sot une, populli shqiptar që i shohen në Turki për trajnim, që trajtohen për shëndetin, unë e kam rrugë të shumë të shkurta. I falenderoj edhe mjekimit, doktorët,
që më afrojnë. Po, Lule, ata persona që nuk kanë të njohshëm, si do t'ja bëjnë? Ata që s'kanë njohësi, Është vështirë, sidomos të kryet një operacion, një ndërhyrje në Stamboll, unë kam qenë vetë, po është vështirë. Ti baki është puna që është e vështirë, marrë deri te operimi. Kogja duhet të kthehesh në Kosovë, udhëtime të bëjsh tej, po unë i falenderoj besimin e doktorëve se janë duke ditë që vetë kam qenë e smut, po i ndihmoj të smurve. Po megjithatë, ju jeni shpall edhe pacientja më e disiplinuar aty. Është e vërtetë. Për 500 pacientëve, prej trajnimit mjekësor që i pata 6 muaj që qëndrova, u zgjedha. Luljeta aty si Krasni që është pacienti më i disiplinuar. Pse? Burit i thojsha, na jemi jabanqi, na jemi tuj. Mos ta dëgjojnë zërin tam, dhimbjet e mia, se dhimbje kam pash kogja. Po durimi të vim isha në mendimin që ne që s'kemi shërim në Kosovë, pa tjetër do të kemi trajnimet jashta Kosovës. E kështu të lejmë vendin për popullin tonë. Nëse sot unë jam disciplinume, mas meje do të vinë ende populli shqiptar këto. Luljeta, ky operacion është mjaft i kushtuar. Unë sa e di që ke arrit gjithë këtë kosto, domethënë me pagu ju si familje, sa ka qenë e vështirë dhe sa ka qenë e përballueshme për juve për një operacion të tillë. Ka qenë shumë si argjimet mëdha, shumë. Po i falenderoj familjes time, familjar të afër, tek dhe dulëm. Po është puna mas operacionit. Unë 5 vjet ende jam në kontrollë. Unë edhe bjete pata edhe një operacion tjetër. Kështu që gjithmonë mbështetjen e kam djalin, vajzën, djalin e vogël. Familjarët, miqt i kam. Megjithatë, nuk e ke ndërmend mu dorëzu asnjëherë një grua e fortë dhe të lumtë për gjithë këtë. Faleminderit.